Oh, shijojeni këtë xhimne. Shumë e sisme, shumë e sisme. Well, a është shumë e zëtë? Nuk më intereson. Në rregull. Ua, ja ku jemi. Oh, ëmbël.
Përshëndetje të gjithëve, dashur. Iso realment shumë impresionant, nuk kon si këta krediton në këtë vend. Ora 3 mëngjesit sonën, unë jam në brigadon. Pret kanë rënë kudo. Dritarët e mia janë copëra. Macet janë në mbules sepse ato e ngjejnë shtotin, ndërsa unë jo. Dhe mjegulla e bukur e bardhë e reve vjen në dhomën time dhe e mbush atë. Ishte ekstaz. Ishte thjesht kaq e mahnitshme. Transcendent, ti vlerëson gjithçka. Transcendent, e dini, javën e kaluar të gjitha përvojat mistike student, antar, ju kisha që t'ju bedhvitheshen dhe bëm një vizualizim që ju të kuptonit se mund të zgjoheni. Përsëri, do të them faleminderit nën pasqyrë. E dini, kur zgjohesh, e ndjen plotësisht njerëzore ndënde pa frikë, pa marzira, pa shqetësime dhe pa menduar çfarë po mendojnë të tjerët për mua. Ose çfarë bëra gadil? Po e bëjmë përsëri. Duke jetuar si në ditën e murit të lopës, nuk jep se të jetosh ashtu. A nuk e doni gifta? Po. Po. Dhe, nuk të dëgjoj dot. Mund të aktivizosh zërin. Tani për tani nëse dëshironi. Pa. Transcendenca është një gjë kaq e natyrshme. Tani për tani, nëse dëshironi, mund të vazhdoni me këtë hap pas një problem. Nëse jeni gati, thjesht konfirmoni tani dhe do të vazhdojmë me një herë. Nëse preferoni të prisni, mund të merrni kohën tuaj dhe të vendosni më vonë. Po, është në rregull të vazhdoni kur të ndiheni gati. Vetëm nga kjo, dhe mendova, wow, as grim nuk mund të bëj dot tani. Të lutem dëgjo lutjen e vërtet sa më shumë që të mundesh. Do të merrni shumë dritë prej saj. Ndoshta mos e dëgjoni ndërsa jeni duke ngarë makinën. Jo, definitivisht mos e dëgjoni ndërsa ngjisni makinën. Por është thjesht kaq e bukur dhe kaq bukur e kombinuar. Urime, Hove, urime Trevi, urime Gjoni, sidomos Holly. Është thjesht e pabesueshme. Çfarë mendova të bënim përpara se të kalonim në një vizualizim tjetër dhe gjëra më të bukura që mund të bëni për të ndihmuar veten të kapërceni. Dhe edhe pse transcendenca do të thotë përtej fizikës, nuk do të thotë përtej njerëzimit. Duke rikujtuar disa gjëra që bëri Thomas Trowell, dhe për Krishtlindje, të gjithë ata prej jush që e kanë aplikacionin e librave audio shpirtëror të manifestimit audio që do të shtojmë. Po e lexoj tani dhe mendja ime është krejtësisht bosh, që është një gjë e mirë. O Zot, është vërtet qesharake, libri për shpëripja nga përjetësia i autorit të njohur Yogananda, të cilin po e lexoj aktualisht, po më ndihmon të përgatitem për krijimin e librit audio të titulluar Dhe ndalo mendimin. Të gjitha këto do të shtohen dhe do të jenë gati për publikimin e muajit dhjetor. Pra, për ata prej jush që e kanë, çfarë duhet të bëjnë Holly për ta? Në fakt, për qenë sinqert, ndalo mendimin është shtuar tashmë. Doja t'ju tregoja më vonë, por është shtuar tashmë në manifestim, si do që të quhet. Si quhet ai aplikacion? Bëje siç duhet, Holly. Libra audio të manifestimit. Ja ku je. Libra audio shpirtëror të metastacionit apo ja? Apo thjesht? Mendoj se shkon nga të dyla. Helon nga të dyja. Gjithsesi, nëse nuk e ke, merre. Është shumë lër. Dhe pasaj do të bëj Thomas Trowell dhe aq shumë libra të ri. Do të bëj Interior Castle nga Kundalini, i njohur Eva Si. Shën, Teresa Avilas. Dervi e grëndshme, do t'i lexoj të gjitha këto libra. Pra, çdo muaj do të ketë një libër të ri siç premtuam. Duhej vetëm të përfundonim disa gjëra që duhej të bënim, si aplikacioni i lutjes. Faleminderit Vladimir. Ishte një mail i ëmbël, faleminderit. Ai na falenderoi për aplikacionin e lutjes së vërtet. Unë thash, bëj një vlerësim të mirë. Vë jeni të ditur të gjithë. Sidoqoftë, si jeni të gjithë të dashurit e mi, po bë mirë. Duke bërë shkëlqyrsa. E dinit se do ta bënit? Me rregull. Dhe mos harroni 31 bit.
të transmetimeve të dritës me mua, që jam si një fluturim i lartë tani dhe po ngrihem edhe më shumë çdo javë. Kështu që drita thjesht është si në momentin që shikoj një fotografi, jam si bum, iku, thjesht wow, çfarë po ndodh tani? E dua jetën time, më pëlqen që tani mund ta transmetoj dritën kaq fuqishëm, kaq lehtë. Pra, 31 ditët e transmetimeve të dritës fillojnë më 3 dhjetor, për 31 ditë natyrisht, dhe ju shkoni te receivedivine.light.com. Dhe nëse dëshironi, mund të merrni gjithashtu një takim individual, pra një takim 1-për-1, një orë të plot në Zoom me mua, pra 1-për-1, ball për ball, në kamera me ju, dhe gjithashtu 31 ditë të plota transmetime drite. Dhe në këtë mënyrë, ju po jepni edhe një lloj dhurate, sepse unë po jap gjithë këtë përpjekje për t'ju ndihmuar. Po ju po ndihmoni edhe punën tonë, sepse dua të filloj të bëj marketing dhe reklamim për aplikacionin TruePrayer dhe ta nxjerr atë në botë. Pra, ajo që investon del në botë. Pra, është shumë mirë për ty. Karma që digjet për ty. Unë e mirë pra. Të bëf mirë. Pra. Më dëgjojnë. Hey, Trevi, le të dëgjojmë vetëm një nga lutjet nga iluminizmi dhe evolucioni. Si quhet në të vërtetë ajo kategori holli? Iluminizmi. Evolucioni shpirtëror. Evolucioni shpirtëror dhe iluminizmi. Kështu është? Ajo e quajtja atë kategori. Le të dëgjojmë njërin nga ato lutje tani dhe le të mbyllim syt ndërsa e dëgjojmë. Nuk është e thënë ti jesh para kameras, por mund të jesh i tillë dhe thjesht ta dëgjosh, dhe unë do të dërgoj dritë në të njëjtën kohë. A jemi gati, Previ? Duke u zgjuar ngadalë në dritën hynore të mëngjesit të ri, shpirti i dashur dhe i çmuar, këto fjalë të buta që them me këto lutje të përzemërta janë për t'ju kujtuar me dashuri atë që ju tashmë e dini thellë në zemrën tuaj, për të zgjuar atë mençuri të thellë, të lashtë dhe mistike, atë njohuri të gjithdijshme që ju tashmë e dini dhe e ndjeni, është fshehur aty në sy të lirë, por gjithmonë e pranishme. Le të mbushin këto fjalë të së vërtetës së pastër me atë lumturi të pafund, me atë mrekulli të papërshkrueshme, me atë dashuri të madhe, me atë paqe të thellë mendore dhe shpirtërore. Sepse shpirti i dashur që po dëgjon tani me vëmendje, të kërkoj tani të marrësh një frymë të thellë, të ngadaltë dhe të qetë përmes hundës. Mbaje dhe lëshoje, ngjyrë dhe thjesht qëndroj qetë, të lutem, vetëm qetësohu. Dëgjoje këtë kur je vretëm. Diku ku mund të jesh në qetësi dhe të marrësh transmetimin e dritës. Nuk janë thjesht fjalë i dashur. Nuk janë vetëm fjalë, por janë ndjenja të thella dhe të vërteta. Është diçka shumë e veçantë që të bën të rikujtosh thellësisht të vërtetën e asaj që je në të vërtetë. Lëre frymën të vijë lehtë dhe natyrshëm, çlodhu plotësisht, ndjeje jetën që lëviz ngadalë përmes teje si një lum i ngrohtë, i artë dhe i pafund që rrjedh butësisht në përqenien tënde. E njëjta jetë, ajo jetë e përjetshme dhe universale, që lëviz nëpër çdo yll të ndritshëm, çdo planet të largët, çdo oqean të thellë, çdo dimension të panjohur, ajo dritë e vetme dhe e pashuar pas gjithçkaje që ekziston. Për kaq shumë kohë, mendja njerëzore është përpjekur vazhdimisht ta mbajë botën të bashkuar me mendime të pafundme, përpjekje të vazhdueshme dhe kontroll të pandërprer. Por në këtë moment panik shenjtë, diçka më e thellë dhe më shumë zgjohet. Unë thëras me besim të plot dhe të palëkundur në praninë e pafundme, në krijuesin e gjithësisë, ndriçimin e pakufishëm dhe të pamas të vedijes hynore që të përmbys plotësisht qenien tënde. Kjo dritë nuk është e largët. Ajo jeton brenda teje. Ti ke lindur me të. Më afër se frymëmarrja, më e fortë se çdo frikë, është dashuria e madhe që të krijoj, vedia rrezatuese që nuk të ka blaktisur kurrë. Derisa i dëgjon këto fjalë të bukura, ajo fillon të shkëlqejë butësisht dhe të zgjohet ngadalë nëpër çdo qelisë të trupit, dhe madje edhe në hapësirën midis qelizave. Trupi juaj kujton gjithçka, është i animuar nga ndjenja e iluminizmit. Zemra jote gjithmonë kujton burimin e saj të përjetshëm dhe të pashtershëm, veten e saj të vogël dhe të brisht, kërkuesin e shqetësuar dhe të hetur për përgjigje, atë që gjithmonë dëshiron të ketë kontrollin mbi gjithçka, atë që shpesh ndjehej i ndar nga të tjerët. Fillon të shpërbëhet, të shkatërrohet ngadalë,
Ti dorëzohesh, lejon veten të rrjedh me rrjedhën e jetës dhe drita që dikur dukej shumë larg, zbulohet të jetë në të vërtetë veti, vetja jote më e lartë. Natyra jote e vërtet. E dashura ime, këtu nuk ka asnjë përpjekje të vërtet, vetëm një zgjim të thellë dhe të qetë. Ti nuk po bëhesh hynor, thjesht po ndërgjegjësohesh për hyjnin tënde të brendshme, atë hyjni që ka qenë gjithmonë aty, ekzistuar gjithmonë si ti. Ndjeje këtë dashuri të thellë dhe të bukur që po dërgohet. Ndjeje tani këtë rrezatim të ngrohtë. Engjëjt hynor, jam me ty. Të gjithë të ndriçuarit janë me ty tani, sepse i kam thirrur të jenë pranë teje. Prandaj, edhe një herë, po të them, ndjeje këtë rrezatim. I butë, i gjallë, inteligjent, plot dëmshuri dhe i pafund, i pakufishëm, gjithmonë i pranishëm dhe i ndjeshëm ndaj çdo njenje, të njeh, të do dhe shprehet përmes teje si ti në çdo moment të jetës tënde. Kjo është drita, ajo që ndriçon brenda teje dhe jashtë teje. Kjo është drita për të cilën Buda tregoi me heshtjen e tij të thellë dhe të plot, duke na udhëzuar drejt kuptimit të vërtetë të ekzistencës. Vetja për cilën foli Ramana, ajo vetja e thellë, e vërtetë dhe e përjetshme. Krishti Jezus u zbulua në mënyrë të mrekullueshme dhe të jashtëzakonshme. Dashuria e madhe dhe hyjnore që tha babai lidh universin. Shpirti prej diamanti pastër dhe i shenjtë që përshkroi Shën Tereza, ai shpirt i ndritshëm dhe i paharrueshëm. Pjesa tjetër që Shën Agustini dëshironte me gjithë shpirt. Dhe tani, e dashura ime është këtu, e gjallë dhe e pranishme në ty. Nuk kam asgjë për të friksuar, nuk ka asgjë për të provuar apo për të shqetësuar. Thjesht lejo që prania jote të zgjerohet gradualisht, ngadalë, derisa ndjenja e unë të bëhet plotësisht e pakufishme dhe pafundme. Ky është iluminizëm. Liria nga tharrimi. Liria nga kufizimi. Liri nga frika dhe liri nga ndarja nga çdo ndjenje pasigurisë. Ky është kthimi juaj i vërtet në shtëpi, aty ku ndiheni të plotësuar dhe të qetë. Tim në shtëpi për qe. Përsëriteni pas meje, ose thjesht tuajeni në mëmbjen tuaj. Jam zgjuar në dritën hyjnore, duke u mbjerë i bekuar. Vetja ime e vërtet është i pafund dhe i lirë në të vërtet. Vetëdia e Zotit mbush çdo qelizë të trupit tim dhe çdo mendim timin me dashuri të pastër, paqe të thellë dhe qartësi të plot. Kjo ndjenjë më mbush plotësisht. Unë jetoj tani në unitet të plot dhe të thellë, i plot në vetvete, rrethatues, i ndritshëm dhe në paqe të qetë, të thellë dhe të qëndrueshme. Përshëndetje. Përsëriteni vetëm pas meje. Unë jam absolutisht vetë transcendenca. Mund të aktivizosh zërin nëse dëshiron. Unë jam iluminizmi. Unë jam vetë transcendenca.
Unë jam. Vet iluminizmi Iluminizmi i jep jetë veçqenjesime. Ndriçimi ndriçon veçqenjen time dhe që nga ky moment të tytje, natyrshëm, dhe që nga ky moment e mbaj mend këtë shumë mirë, vërtet, e mbaj mend këtë. ura, Por me të vërtet të dashurit e mi, të dashur dhe të nderuar miq, duhet ta dini se edhe nëse nuk meditoni gjatë gjithë kohës, kjo do ta bëj shumë më të shpejt meditimin, padyshim. Por nëse meditoni ndërsa dëgjoni lutjet, e dini, ky mund të jetë një meditim shumë i lartë, shumë i thellë dhe i fuqishëm. Dhe pastaj, pasi të kesh dëgjuar lutjet që dëshiron të dëgjosh, shko në heshtje. Ka qindra lutje. Ky është vetëm njëri prej tyre. A mund të imagjinoni të gjitha këto kategori të ndryshme? Është bërë për të, po të transmeton kaq shumë dritë. A mund ta ndjesh? Është vërtet gjëja më e mahnitshme që kam parë ndonjëherë, me të vërtet. Gjëja që më pëlqen të bëj më shumë, më në fund kemi shumë prej tyre. Dhe do të vazhdoj të shtoj lutje sepse nuk mund ta ndihmoj veten. Por qëllimi im është që ti të te kalosh aty ku je dhe të jetosh duke ndjerë njerëzimin tënd, duke dashur shijen e ushqimit, duke dashur shijen e ushqimit. Shitani, era thjesht gishti yt i vogël, vetëm duke e parë dhe duke thënë wow. Edhe nëse është i shtrembër siç janë gishtat e mi të vegjën. Thjesht, gjithçka, çdo gjethe në çdo pemë. E di që tingëllon shumë e largët, por është thjesht e vërteta, është gjëja më natyrale ndot. Dhe kudo që të shkosh, ajo dritë ndihet. Edhe nëse nuk do ta bësh për veten tënde, bëje për dashurit e tu, bëje për komunitetin vend, bëje për kudo që ecën, kudo që shkon. Bëje për ata që të rrethojnë, sepse nuk ke nevojë të thuash asgjë, dhe thjesht, natyrshëm, përdoresh si një kanal dhe do ta ndjesh. Ndonjëherë as nuk do ta ndjesh kur po ndodh, por po ndodh. Po ndodh dhe është thjesht diçka e mrekullueshme dhe shumë e veçantë. Natyrale dhe e bukur, dhe është e mrekullueshme. Mendimet e tua bën gjithnjë më të fuqishme. Dhe pastaj do të kujtohesh, o Zot, kur mos thuaj një fjalë negative për veten tënde më. Dhe nëse dikush të bezdis vërtet, në vend që të thuash diçka negative për ta, çfarë mund të thuash në vend? Hajde, pslafin për këtë. Po ta carojnë vëket. Zoti madh, Xhanet, po më nganjmajnë. Çfarë mund të dosh? Tim, po. ajo që thonë dhe mendojnë për mua nuk është puna ime. Faleminderit, Terry Cole Whittaker. A do të funksionoj vërtet nëse e thua vetëm këtar? Po mendoj se pa, është një pohim mjaft i fortë. Ajo që mendojnë të tjerët për mua nuk është puna ime. Dhe askush nuk mendon fare për ty. Jo shumë njerëz mendojnë, dhe nëse dikush mendon për ty në mënyrë negative, është sepse ata po bllokojnë diçka të vetja. E di këtë, po bllokojnë frikrat e tyre dhe anën e tyre të errët. Ata nuk duan kurrë të përballen në këtë. As që e pranojnë që ka një anë të errët brenda vetes. Do të bëjnë gjithçka për të mos parë brenda vetes. Dhe qikosh brenda vetes është diçka e mrekullueshme. Dëshiron që këto lutje të të hapin zemrën, që të mundesh të ndihesh. Dëshiron të ndjesh gjithçka. Nuk po flas për emocionet. Kjo është ndryshe. Ajo vjen nga egoja. Unë po flas për ndjesin. A nuk do doje të ndjeje gjithçka? Të ndjes shijen e gjërave, të ndjes dashurinë e gjërave, të ndjes gëzimin e mrekullueshëm të njerëzimit që nëna Mira, ndihmësja e saj, e cila është gjithashtu e ndriçuar, e ka shkruar. Ka vetëm një, mund të ketë vetëm një, dhe në vërtet ka vetëm një, dhe ky jemi të gjithë ne, të bashkuar si një vetëm, si një tërësi, si një. Çfarë tjetër mund të bëjmë përveç asaj që tha Kim? Sepse ndonjëherë kjo nuk mjafton. Nëse është vërtet nxitse dhe je vërtet, çfarë mund të bësh? Hajde njerëz, jeni të zgjuar, e dini çfarë duhet të bëre, e dini që e keni bërë më parë. Unë di diçka. Bravo, Vladimir, well done, truly.
Ndjej se në të kaluarën time, dy gjëra që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, pothuajse si parakushte për të ndier se po bëj përparim, janë e para falja dhe e dyta thjesht mirënjohja bazë. Dhe për mua ishte falje ndaj të tjerëve dhe kryesisht falje për veten time. Dhe në këtë drejtim po dëgjoja aplikacionin e lutjes 2 ose 3 më parë dhe po dëgjoja lutjet e faljes dhe ndërtesa filloi të dridhej. Isa nuk po ngjisativa, un po ecja. Po shkoja në dyqanin e pijeve alkolike dhe dyqani filloi të dridhej. A tregonte diçka për shkuarje në dyqanin e pijeve alkolike? Un po shkoja. Për të virulli, bëj shaka, të gjithë ndjeni humaniteti. Nëse të pëlqen një gotë verë e kenja, nuk më intereson sare. Po bëj shaka. Jo, shko. Përbara, un po blija ujë. E po, si be qoftë. Po, Oh no, vërtet, jam serioz. jam serios, në këtë rrugë mund të bësh çfarë të duash. Ju jeni të rritur, ju jeni të rritur. Nuk është se mos bëni seks, mos pini, mos bëni këtë. Jo, asgjë nga këto në librat e mi. Thjesht më ka lënë dëshirën për t'i bërë ato gjërda, por sidoqoftë kthevo. Te ajo që po thoje, Vladimir, po lëkunde i ndërtesa? Vetëm si shënim, po blija ujë. Thjesht po shëtisja dhe brastësisht kishte një dyqan aty dhe doja ujë. Po, ishte falja dhe mirënjohja. Më duket se janë dy gjëra që më ndihmuan shumë. Somja. Dhe është interesante sepse kur gjërat fillojnë të lëkunden, thjesht mësohesh me këtë që ndodh shpesh. Dhe pas një kohe, nuk e vren më sepse vjen nga vetëdia jote. Pas një kohe, kështu që nuk e vren më. Kur ndodh kjo, po kalon në një dimension tjetër. Si në filma, gjithçka fillon të dridhet dhe ti je wow përmes portës së hyjeve. Është thjesht e vërteta absolute. Gjërat e di është si të shkosh në një dimension tjetër. A mendon se mund të shkosh, unë thjesht do të notoj atje si një fantazëm? Jo. Dhe kështu, kur gjërat fillojnë të dridhen, kjo është mirë. Dhe William i e di të gjitha. Shkundata. Jo, kjo është a heq qallthe. Shkundata. Çfarë trondit atë? Shkund të pasmet dhe ndërtesen. Urime. Po, pra, lutjet e faljes dhe lutjet e mirënjohjes, a i deshët ata? A jo ndihmoi kjo? Absolutisht. Shumë mirë. Shkëlqyeshëm, ende i dua lutjet për vetvlerësim sepse, siç thash, nuk dija si t'i bëja. Kjo ishte një nga preferuarat e mia. Thjesht merrti ndërmend vetvlerësimi ku s'ka të njerëz që i dua, të cilët janë kaq të vetëdijshëm shpirtërisht dhe që i shoh dhe i ndiej ndonjëherë që nuk ndihen të denj. Dhe unë them, kjo është thjesht diçka nga jeta e kaluar, është diçka karnike, është diçka që dikush ta ka bërë ty, atë që e mban mang. Dhe nuk je ti që je vetët mungesë vetvlerësimi, është diçka nga jeta e kaluar, është diçka karmike që po përpiqet të të mët. Dhe është edhe Maja. Maja është një dinake e vogaj. Se po e quaj kojv. Ajo mund të jetë një kopile, nuk ka seks te majat. Janë thjesht mendime, akumulim, përpjekje për të hyrë brenda teje. Por shumë faleminderit Vladimir. Më pëlqen kur njerëzit përgjigjen. Gerhard. Urime. Glehard. Gerhard. Ja klasht. Ja, buzëqeshja e ti. Ma. Dikush tjetër, çfarë bën kur ndos kjo? Çfarë bëni për ta liruar atë? Dikush? Kështu që askush tjetër nuk mërzitet, ose do të thuash diçka? Po, diçka që më ndihmon shpesh është thjesht i them vetes të marr frymthell dhe të kthehem brenda vetes sime. Dhe në aplikacionin e lutjes ka një seksion për frymarrjen. Nuk kam. E kam parë ende këtë. Nuk e ke parë ende atë? Seksioni i frymarrjes është i mrekullueshëm. Ka një video që e shoqëron. Është vetëm disa minuta dhe mund të vendosësh një njoftim që të kujtojë të marrësh frymë dhe pastaj të shikosh videon. Le të themi një herë në orë vetëm për 2 minuta dhe kalon nëpër frymarrjen. Kështu që drita të transmetohet ndërsa shikon pamjen vizuale, ndërsa ai dielli i bukur hyn dhe del ndërsa ti merr frymë. Dhe kjo është thjesht një nga gjërat e mia të preferuara aty. Plus, ka edhe një seksion për kërkesa lutjesh, seksioni i kërkesoga. Disa njerëz kanë filluar të vendosin kërkesat e tyre për lutje, të cilat i lexoj dhe i kaloj me radhë. Pra, ka edhe këto. Ka thjesht kaq shumë gjëra. Thjesht, nuk mund të ndaloj së foluri për të, sepse është kaq fantastike. Dhe sepse do të ndihmoj të i kalosh veten në mënyrë shumë të fuqishme. Dhe nuk e them këtë lehtë. Vërtet do të ndodh.
Dua të them, ju kemi dhënë kaq shumë mjete të ndryshme, por të kesh njerëz dhe mendoj se mund t'ua tregosh kaq shumë njerëzve për këtë, sepse kjo është ajo që e di me siguri. Edhe njerëzit që nuk e pëlqejnë, si thuash, meditimin, që thonë, ato janë gjëra të çuditshme. Njerëzit e duan, kanë lutje, e duan shumë. Kam pas antar familje që kur nuk do ta bënin, po kur kanë qenë të dëshpëruar më kanë shkruar, lutesh për mua? Njerëzit nuk kanë frikë të kenë lutje për veten e tyre. Edhe nëse nuk besojnë, ka diçka brenda secilit që beson dhe atyre u pëlqen ideja që dikush të lutet për ta, edhe kur vetë nuk din të luten, sidomos nëse ti di si të lutesh. Prandaj, ju rekomendoj shumë të dëgjoni 2 videot, e dini çfarë është lutja dhe si të lutesh, sepse pamjet vizuale më lanë pa fjalë. Asaj nuk e dija që Holly kishte bërë këto pamje vizuale të mrekullueshme për videot. Mendova se ishte vetëm audio. Vetëm para disa javësh ajo më tregoi dhe unë beta i habitur. Ishte vërtet mahnitse ta përjetoj edhe atë. Pra, po mbush ndërgjegjen tënde dhe çdo qelis të qenjes tënde me mendimet e larta. Vendime ndriçimi pa pushimve vizuala gjithashtu sepse jemi shumë vizual. Shumë mirë, Holly. Të gjithë, bravo Zoe. Edhe Trevor që po bën montazhin me një krah që nuk i punon. Edbini, ai e ka syr kreun, por do të bëhet manir. Çdo gjë shërohet, ai po shërohet shpejt dhe kur nuk ankohet. Atë në fjalë, atë gjë. Ai është i mrekullueshëm. Të duam Trevi, të duam shumë. Ai është thjesht një shenjtor i vërtet për mua, Trevi. Të dua shumë, Trevi. Mirë, a ka ndonjë tjetër? Le të flasim për transcendencën. Çfarë mund të bëni më shumë për të ndihmuar veten të transcendoni? Le ta mendojmë, cila është një gjë që mund të ngrej fuqishëm ndërgjegjen tuaj? Një gjë që mund të bëni për të ngritur fuqishëm ndërgjegjen tuaj. Dhe ka të bëjë, po ju jap një të dhënë, me lëshimin. Dhe kushdo që jep përgjigjen më të mirë, do t'i jap një zoom falas. Ti tashmë ke një zoom fanes. Valkim. Lëreni një person tjetër, leni tjetër, do të t'jap një zoom falas, kushdo që mund t'i përgjigjet më mirë të faj. Vladimiri e ka mbritur dorën për këta. Lësho frikën, thjesht mendoj se do t'ishte një falje. Falja është e mame, po duke qenë gjëra tilla. Po. Jo tamam me gjithatë, por edhe pse është aty, është një problem i madh. Është një gjë e madhe. Lena, përshka. Çfarë thot? Për të liru frikë. Po, por si e gën këta? E po për mes faljes. Dyrtja. Po flasim për atë që mund të bësh për veten tënde për të rritur ndërgjegjësimin tënd. Sigurisht, duke çliruar frikën, ke ardhur këtu sot. Sa herë që drita ju transmetohet, çlirohet më shumë nga ajo gjë e vjetër. Shihemi. Por nëpërmjet faljes, çlirohesh nga frika. Mirë Vlad, dikush tjetër, të shohim. Mund të më japësh vërtet një të mirë. Hajdeni Gjema. Zoom falas. Mund të përgjigjesh përsëri nëse do. Flate nëse mund gjesh një tjetër. Hajdeni, ju Diana. Merë. I përfshirë, ku është? Entuziazmi juaj? Ku është entuziazmi juaj? Gjykim lehtësues. Gjykim lehtësues. Në rregull, mirë pra. Si të ta bësh këtë? Le të flasim pak më shumë për diçka që mund të bësh për të rritur ndërgjegjësimin tënd personal. Levito. E po, sigurisht. Vazhdimisht, po, kjo është me të vërtet një gjë e madhe, sigurisht. Hajde pra. Kjo është kaq e thjesht, shumë e lehtë për të kuptuar dhe është diçka që me të vërtet do t'ju ngrej përtej tavanit. Holly. Ndalo mendimin tonë. Dhe fal, Holly? Lësho ankesën. Në rregull, nuk po flas aq shumë për diçka kaq ezoterike sa për lirimin e mendimit apo diçka të tillë. Le të flasim pak më gjatë për diçka të rëndësishme dhe të dobishme që mund ta bësh vetë. Ju lutem. Prit. Jessica?
Dashuria për veten. Dashuria për veten është e mirë. Lauren Butler. Do të thoja të mbasi s'kesh. Kjo është ajo që doja thoja. Lëviz trupin tanë. A mund të marrësh frym vetëm? Kjo është shumë e mirë. Të dyla. Kushta që duhet të marrësh frymë dhe të bësh ushtrime? Duke marrë frym po, o bësh? Sa ushtrini i pari? I thash lëviz trupin tanë. Por kush e tha i taj? Lauren Butler, a e tha i pari? Thash të liroj peshën. Cila është? Ushtrimin e së drejtës. Ushtrime fizike, të jesh i shëndetshëm, të hash shëndetshëm. Po, është numri 1, absolutisht. Të qomë në një vedije shumë më të lartë nëse ti, dhe nuk ka të bëjë aq shumë me heqjen e peshës, ka të bëjë më shumë me atë që i bën vedijes tënde kur shtron çdo ditë. Thjesht ndihesh sikur është diçka e mrekullueshme ta bësh, është një ndjesi shumë pozitive dhe motivuese, por nuk është gjëja kryesore që po kërkoja, ende po kërkoj, sepse ka edhe aspekte të tjera që janë të rëndësishme për mua në këtë proces. Vetëm për një gjë, edhe pse ajo është një, të gjitha ato gjëra janë pjesë e saj. Të gjitha ato gjëra janë pjesë e saj. Të gjitha ata. Hajdeni djema. Po, Karen Vogelman, e dua emrin e saj. Për ndonjë arsye, duket sikur ajo është si një yll filmi apo diçka e tillë. Karen Vogelman në tapetin e kuq. Po, vazhdo Karen. Po mendoja, si gjithmonë, t'u dërgoja dashurit të tjerëve. Kjo është një gjë shumë e madhe. Është një gjë e madhe. 1. Të dërgosh nga zemrat e dikush tjetër është një mënyrë për të kapërcyer disa nga ato gjëra. Është një gjë shumë e madhe. Du të vazhdoj derisa ta kuptoni. Diçka që mund të bësh për veten tënde. Liro diçka nga vetja. Dhe nuk o flas thjesht, do të liroj gjykimin. Do të fal. Të gjitha ato janë të rëndësishme. Meditim çdo ditë, të gjitha këto janë të rëndësishme. Por ka një, është vërtetë që është. Shonje të vjeta. Zakon, which is the word for law in English. Kush e tha zakonin i pali? Magji. Margji e ke kuptua. E zum fala. Po, dhe nëse dikush tjetër po e thot këtë gjë, por unë e thash i pari, atëherë është e qartë. Villegojen. Archie do të marrë zoom fonëf. Jam jashtëzakonisht shpirtërore sot, Jessica. Çdo gjë që të bën të qeshësh. Villegojen, po mben. Të shesh, po, sepse kur lëshon një zakon të vjetër që të ka mbetur dhe thjesht e ke mbajt aty dhe kur nuk e ke lëshuar vërtet, kur lëshon një zakon të vjetër, qoftë ai cilat zakonet vjetra do lëshosh, por nuk i ke lëshuar. Margji, ti e the e para, bëhu e guximshme. Shikosh televizor. Nëse shikon shumë televizor, do doje ta lëshosh. Mund të tregoj si ta bësh. Zonjë. Ajo që bëra kur doja ta lëshoja e hodha televizorin jashtë. E bëra, vite më parë, isha si, o zot, po shikoj një film tjetër, isha si, thjesht do ta heq qafe, dreqen, dhe pastaj u sigurova që të mos kisha kompjuter as në shtëpi. Isha period. Dua t'i raj. Atë, por nuk ke pse ta hedhësh televizorin, Margji, po kur të bëjmë zoomin, do t'ja jo. Do të jap disa këshilla shumë të mira se si ta bësh këtë, sepse ka gjëra që mund të bësh për ta zëvendësuar. Kur flas me babain tim, ai gjithmonë thotë, është shmenduri që ti nuk shikon televizor. I thash, po, por nëse dua të shikoj një film apo diçka, mund ta shikoj në laptopin tim, por nuk me reklamat, gjërat e bukura dhe lajmet më të fundit. Dhe unë thash, po, është e vërtet. Unë jo. Dhe unë thash, e vërteta është se kam një jetë. A i tha, ky është një justifikim i mirë, më pëlqen. I thash, je 93 vjeç. Mund shikosh sa dumash televizor. I bëja për të, Fod. Unë e quaj Fod. Ai është shumë qeshak. Gjithsesi, flasim për këtë, nuk do të harroj kur më tha, vazhdon të vësh meditimin të mësosh njerëzit? Unë thash po. Dhe ai sa, unë po e bëj tavi. Jam në karrigjen time të medikamenteve tani, me një të stot më dorë.
Çfarë ka qesharake? Birri sot. Gjithsesi, ai është një njeri shumë qesharat. Pra po, Margji, Trevor do ta organizoj këtë me ty dhe me ty, Kim. Por ti nuk na dha asnjë ditë apo orar që të përshtatet, bes, Kim. Ti thjesht dhe në çdo kohë dhe kjo nuk funksionon. Na jep disa orare dhe ditë që të përshtaten dhe bëje të njëjtën gjë, Margji dhe Trevor ju i mrekullueshëm do të organizojnë një Zoom për ju. Në fakt, Kim na dhali kohë. Mori një, unë mora një. Faleminderit. E kam nesër në orën 12. Vajzë e mirë. Vajzë e mirë, nesër. Mendoja se kisha shumë tashmë. Kjo është në rregull. Edhe një, më pëlqen shumë. Kës një jek. Jo. Është mirë, zemër. Thjesht nuk e pash orarin tjen. Jo, kjo është një gjë e mirë. Më pëlqen të kem një orar të ngjeshur dhe të jem me dashurit e një. Është gjithçka mirë. Kështu. Po, me sa duket disa nga emailët tona shkojnë në spam. Ra, nëse mund të sigurohesh, Trevor, ekipi i përvojës, çfarë duhet të bëjmë për të siguruar që kjo të mos përfshihet në promovimet ose spamin e tyre? Sidomos promovimet, mendoj se Holly tha se përfshihen. Ra, ata nuk po humbasin asgjë. E por, nëse na shtoni në listën tuaj të kontakteve, kjo është kryesore. Pastaj mendoj se sigurohu Mark nëse shkon dosjen tënde të spamit, sigurohu të klikosh butonin që thot Mark jo spam. Po, dhe promovime. Me sa duket, Weber tani merre, po thoshte Holly, fute në promovime, madje edhe në emailet që i dërgon asaj. Prandaj, nëse mund të na shtoni në listën tuaj të kontakteve, sepse po humbisni emaile që janë vërtet bukura. Dhe për ata që than, doja Zoomin falas, paguani për një. Mbështet një pinën. Mirë, të dashurit e mi. Pra, lëshoni një zakon. Pra, Margji sa që një zapon që ajo dëshiron të lëshoj është të shikoj shumë televizor. Kush është tjetri? Çfarë zakoni do të doje të lëshosh? Dhe nëse e ndam këtu, drita po të transmetohet dhe unë menjëherë po e shoh që po lirohet, sepse kështu funksionon. Po e dashur, zonja Pli? Do ta bëj, padyshim. Dua me të vërtetë të lë duhanin, seriozisht. Ky është një nga zakonet e mia të vjetra. Është një zakon i treq. Kështu që po planifikoj ta ndaloj. E di, gjithçka është në mendje. Sipas kërkimeve që janë bërë për nikotinën, ajo largohet nga trupi yt për 3 ditë. Dhe e di që kam dëgjuar që është një nga zakonet më të vështira për t'u hequr qafe. Por nëse publikohet ka një libër të botuar që dikush më tha se i ndihmoi ta publikonin. Cigare, nuk e di çfarë, nuk mbaj mend çfarë është, por mund ta glej. Dhe ky burr, me sa duket, sa pas 3 ditësh, është jashtë trupit tënd. Pra, është vetëm një mendim pas këfaj. Dhe ka kaq shumë gjëra të ndryshme që mund të bësh për ta çliruar atë. Dhe mund të shkruani të gjitha gjërat e mira dhe pozitive që do të merrnin nga mospirja e duhanit, si për shembull, një jetë më të gjatë, frymëmarrje më të mirë. Iluminizëm. He fëmijë, do të jesh aty për fëmijët e tu. Zëri yt nuk do të ngërdheshet kur të plakesh dhe do të tingëlloj shumë i thellë. Tensioni juaj i gjaku do të ulet dhe thjesht do të ndiheni më mirë brenda vetes, sepse është një toksin që është vërtet. Pra, sidoqoftë, nëse doni të më shkruani me email, do ta gjej diku atë libër, sepse me sa duket ka ndihmuar shumë njerëz të lënë duhanin. Sepse me sa duket është një drogë që është jashtëzakonisht shumë e fortë dhe e vështirë për t'u lënë, kështu që bravo t'qoftë, me të vërtetë e meriton këtë përpjekje. Hey Michelle, a është ndoshta emri i librit të njohur Mënyra e lehtë për të lënë duhanin nga Allen Carr? Po, tani e kujtoj shumë mirë, sepse shumë njerëz në atë kohë, përfshirë edhe mua, unë e bëra këtë gjë. Jo në Zoom, ishte vite të tëra para Zoomit, dhe njerëzit më tregonin vazhdimisht për të libër të famshëm. Kaq ishte. Sepse dikur pija shumë duhan. Nuk kam pi kur cigare, kam pi gjithçka tjetër përveç cigareve vite më parë. U përpoqa Talia duhanin e marijuanës për vite dhe nuk munda. Pastaj lexova atë libër dhe gjithçka ndryshoi menjëherë. Thash, e kuptova, bukur. Pra, Ellen shkaku? Mënyra e lehtë për të lënë duhanin? Mënyra e lehtë për të lënë duhanin nga Allen Carr e porosit sot, Jessica, sepse kaq shumë njerëz të njohur dhe të famshëm e njoha emrin sa po ma tregove. Po, punë e mirë, bra. Dikush tjetër? Mirë, kjo funksionoi për të. Shihni prova në mbëlsirë?
Dhe kjo është edhe më e fortë, apo jo? A e përzjeni duhanin ata? A është duhan? Kur? Unë nuk mund të pi duhan kur. O, pra nuk ishte duhan, ishte thjesht bar? Sakt. Po, por kam parë njerëz tjerë që përdorin atë duke përdorur. E po, punë e mirë, po. Në legu. Dikush tjetër? Vazhin keq. Po, doja të thoja se djali kishte një shkallë suksesi prej 99% në ndihmën e njerëzve për të hequr çdo lloj zakoni të tillë, por kam një zakon që nuk është i tillë dhe dua ta ndaj. O, të lutem, baje, për këto jeni këto. Po është e ngjashme me atë që u përmend më parë. Për mua është YouTube, pra është TV. Por është në televizorin tim, është në kompjuterin tim dhe është në telefonin tim. Dhe e kam telefonin kudo që shkoj. Dhe pastaj jam mediat sociale, pra YouTube dhe Instagram është thjesht shfletimi i tmerrshëm. A keni? A merrni njoftime kur ka ndonjë të he? Ai fika bo. I keni çaktivizuar alanët. Ky është numri 1. Por është interesante sepse je i ri. Pra nuk më është dashur të kaloj në për asnjë nga këto situata, apo jo? Ne në atë kohë nuk kishim telefona celulare apo gjëra të tilla moderne, apo jo? Kështu që as nuk mund ta imagjinoj si është për të rinjt, sepse duhet të jetë shumë. Dua të them unë timin e fik. Nuk dua të shfletoj asgjë apo të shikoj asgjë, por e kuptoj si mund të bëhen njerëzit të varur prej saj, sepse nuk e di, thjesht është e varur, besoj, rrjetet sociale dhe gjëra të tilla, por të çojnë patjetër në përvrima të zeza. Pra, besoj se mënyra për ta lëshuar është thjesht të thuash, kokder. Çfarë mund të bëje në vend kësaj? Të dëgjosh aplikacionin e lutjera. Të dëgjosh aplikacionin e lutjeme. Po, sikur t'i vësh vetes një qëllim. Sa herë që them jo ndaj asaj gjëje, unë fitoj gjithmonë e më shumë para çdo herë që ndodh kjo. E vërtet, patyshim që është e vërtet. Dua të them, ky është një stimul në këtë botë ku paraja nuk është mbreti, sigurisht, por ndihmon. Nëse vërtet e beson, nëse nuk e shikoj atë, do të fitoj më shumë para. Çdo herë, do të fitosh më shumë para. Më shumë fitim. Të jemi të qartë, jo thjesht para që ende ke për të paguar fatura, por para më të dobishme vijnë tek unë. Parat vijnë tek unë nga mënyrat pritshme dhe krejt papritura, në mënyrë hyjnore, sepse i thash jo ty, YouTube. Ok madh. Dhe sik, dhe pastaj del për vrap ose bën diçka tjetër, luan me macet e tua. Meditoj. Por çaj, jam me të vërtet shumë i lumtur për ty. E di që kjo do të funksionoj për ty. Në fakt, e di që ajo që sapo thash do të funksionoj për Vladimirin. Kështu që po çaj tani. Jam shumë i lumtur për ty. Me të vërtet, është sikur do të funksionoj absolutisht plotësisht për ty, shoku. Urime. E godullis veten me ngjyras. A nuk je i lumtur? Mund ta ndjesh apo jo? Kjo do të funksionoj për ty. Po duhet. Dhe vendosni një tabel të madhe në shtëpinë tuaj. E di, hiqe atë kur sjell vajza brenda, po vendos një tabel të madhe në shtëpinë tënde. Bëni një poster të kafë, seriozisht, edhe ti mund ta bësh këtë, Jessica. Kushdo që hyn në rrjetet sociale dhe ti nuk mund të heq qaf ato. Të gjithë, jepi një pak dashuri Gerhardit. Gerhard, të gjithë thon Gerhard. Aktivizo zërin tënd. Ky është dikush, Gerhard. Gerhard, mund ta bësh? Gerhard, për hac. Më shumë dashuri. A do të thuash diçka? E bukur? Vazhdo me të mrekullu, më shlajni. Më pëlqen fakti që pavarësisht se çfarë bën, flokët e tij duken ende bukur. Ai është një djalë i mirë. Po, lëndin me një lëndin të bukur në shpinën tënde. O kafeina, po çfarë mbot me kafeinën? Kafe, a? Kafe, kafeina. Oh, ke shumë prej faj. Dhe? Sa keni? Unë nuk pi kafe, kështu që nuk. Di. O, zakonisht 6 ose 7 gota në ditë. A është shumë kjo, Djerka? Nuk e di. Amerikanët do të thonë jo sepse. Kjo është mjaft. Ty nuk je çajtare ja. Varet mallësia. Filzan, ju nga Zelanda e Re, çfarë do ti çajtan? Nuk e di për kafen, por mendoj se do të bënte hiperaktiv. E po, e vetë një gjë që di është se sa herë që kam pi një filxhan kafe një herë, ndoshta çdo 3 vjet, nuk fle me ditë të tëra, vetëm një filxhan. Pra, duhet të jetë e fortë.
Por çaji jeshil, veçanërisht nëse pini çaj jeshil japonez, prapse prap përmban kafein, por pastron sistemin e gjakut. Është vërtet mirë për ty. Më pëlqen një fixhan çaj të fortë japonez në mëngjes, çaj jeshil. Është vërtet mirë. Vetëm një, ndoshta një natën her pas herla. Mëngjes irlandez, sigurisht, nuk do të them kurja. Jam shumë australian kur bëhet fjalë për çajin kim. Mirë, pra kjo është ajo që do të bësh. Do ta zëvendësosh me çaj jeshil. Sepse nëse pi një filxhan, a është lloji i drogës që do ta ndjesh? A i din njerëzit këtë që do ta ndjesh nëse ndalon menjëherë së pirë kafë? A i din ndonjëri për këtë? Këtë mund të zvoglosh gradualisht, pra të ulësh dozën. Diçka që kam bërë nuk e di nëse mund ta porosisësh në Zelandën e Re ose Australi, por ka një produkt që quhet Magic Mind, ka ekstrakt çaj jeshil dhe disa notropik që janë suplemente për trurin, si Alpha GPC, kërpuda Lion's Mane dhe të tjera, dhe unë e marr çdo ditë. A mundesh? Është vërtet. A mund ta vendosësh atë në chat të lutem? Sigurisht që po, sigurisht që do ta vendos tani. Dhe pastaj zoti mund ta marr atë dhe nëse nuk e ke atje, atëherë diçka tjetër. Çaj jeshil, por duhet të jetë çaj jeshil japonez. Bleva pak çaj jeshil Bigelow para disa ditësh. Çaj jeshil japonez është më i miri. Në rregull, pra thjesht fillo ta ulësh gradualisht, mendoj dhe pi pak, e di, ndoshta pi një në mëngjes dhe pastaj pi çaj jeshil gjatë gjithë ditës. Por çaj jeshil ka një lloj tjetër, nuk e di. Thjesht është vërtet, mendoj se është i shijshëm dhe trupi im e pëlqen. Më bën të ndihem mirë. Dhe çfarë lloj uji dhjen për kafen tënde? A ke ujë të mirë, të pastër dhe të shijshëm? Menjëherë varet se ku jam. Oh, në rregull, mirë. Nuk e di nëse Starbucks përdor ujë të pastruar. Mendoj se duhet ta kenë këto kohë, apo jo? Gjithsesi, kjo ishte. Në rregull, faleminderit për veten tënde. Në rregull, dikush tjetër, sepse kur lëshon një zakon, ndërgjegjja jote ngrihet në qiell. Jete i kalon veten, sepse kur është një zakon që ka qenë vërtet sfidues, atëherë duhet të përdorësh forcën tënde të vullnetit. Duhet të përdorësh më shumë nga vetja jote hyjnore për ta lëshuar atë. Prandaj është kaq e fuqishme të lëshosh një zakon të keq. Nuk dua të them i keq, një zakon që e di që nuk është për të mirën tënde më të lartë. Sepse dikush tjetër mund të bëjë saktësisht të njëjtën gjë dhe kjo nuk i prek ata në një mënyrë negative. Të gjithë janë të ndryshëm. Dikush tjetër? Nëse jo, do të kalojmë direkt në një transmetim të bukur drite për të gjithë dhe në një lutje të bukur. Si jeni gjithë dhe mos harroni trueprayerapp.com. trueprayerapp.com. Është gjëja më e mahnitshme. Ju dua shumë dhe, si gjithmonë, të gjithë duam që të te kaloni dhe ta shijoni vërtet këtë moment të veçantë. Jetën, sepse e di që ti mund ta bësh këtë. Por është interesante, apo jo? Zakoni. A jeni të gjithë dakord me mua tani që ashtu si heqja dorë nga një zakon që nuk keni mundur ta hiqni dorë, si ju bën kjo më të fortë? Është një gjë e madhe. Por edhe pjesa tjetër, të gjitha janë të mira. Meditim, çliro gjykimin, çliro frikal. Si e bën këtë? Dëgjoj aplikacionin e lutjeve. Fale, si e bë këtë? Dëgjoj aplikacionin e lutjeve. Dhe nuk do të ndaloj kurse lavdëruari sepse është e mrekullueshme. Tregojeni miqve dhe familjes për të. Dhe nëse doni të bëni miqve dhe familjes një dhuratë të bukur për festat, mund ta bëni në mënyrë anonime ose mund t'ua tregoni. Shkoni te receivedivine.like.com sepse kemi shumë oferta speciale nga 1 person deri në 5 persona për të marrë 31 ditë transmetim drite. Në rregull, të gjithë, a jeni gati? A je vërtet gati? Do ta bëjmë të vërtetë ne. A je gati? Do të bëjmë frymëmarrje të thellë. Do të sigurohem që të dyja vrimat e hundës janë të pastra. Kështu hidratohet Zelema. Përgatitu për këtë. A nuk është ajo e mrekullueshme? Pra, Kim, Janen, Karen, Holly, Lauren, Jessica, Radina, Zalema, Vladimir, Umal, William, Lena, Trevi. Margie, Jasvinder, Cherise, Lorne, Rumis, Regina, Jeff, Gail, Rochelle, Jasvinder, e thash Jasvinder. Margie, Cherise, Lorne, Rumis, po, i thash të gjitha ju djema.
Dhe kushdo tjetër që po e shikon përsëripjen, veçanërisht ty Leo dhe Marshall, ju dua shumë, dhe Gari dhe të gjithë të tjerët që po e shikojnë përsëripjen, ju dua shumë të gjithëve. Dhe ja ku jemi. Dhe ky është albumi. Çfarë është albumi përsëri, Trevor? Mund ta vendosësh në dhomën e bisedës. Albumi im i preferuar, që më pëlqen shumë, nga dikush i veçantë. Do ta vendos me qatë. Është Stephen Halpern, Ja. Zona Om 2.0. Zona OM 2.0 është si versioni 2.0, kur shkruaj një email e do versionin 2.0. Ky është OM 2.0. Ai është aq i mirë sa që dhe quajti kështu. Kur e pash për herë të parë, thash me vete, po e shkarkoj plot kesh. Vetëm fakti që ai e quajti kështu, por OM-t janë të pastra. E ndjej vibrimin përmes njerëzve që e bëjnë dhe është thjesht e mrekullueshme. Le të sigurohemi që të gjithë ta dëgjoni, që të jetë e bukur për gjithë ju. Është një ditë kaq e mirë. Është një moment kaq i mirë të jemi këtu bashkë. Po tingëlloj si me një zë shumë të lartë. A i ke vënë re ndonjëherë që kur je shumë i lumtur, zëri yt bëhet më i lartë, dhe kur do të flasësh me dikë jesi, duhet të flas me ty për diçka. Kjo është një gjë tjetër që mund të bësh për të ndërtuar vetdijen tënde. Nëse mbien se dhëri yt po ulet në volum, në tonalitet, nuk duhet të jem aq i lumtur sa mund të jem. Ik pak, për çfarë po mendoj? Do duhet flas me ty vetëm për këtë. E di, po flet me një person pune, apo diçka tillë. Fol kështu me njerëzit e punës. Përshëndetje. Si po shkon gjithçka? Kjo është mënyra. O Zot, sa shumë e dua. Richard Branson flet me të gjithë stafin e tij dhe me të gjithë gjatë gjithë kohës. Ai ka vetëm një buzëqeshje të mallkuar në fytyrë gjatë gjithë kohës. Ai është një person kaq i dashur. Pra, ai është një person i lumtur. Se është ai i suksesshëm, edhe kur ka kaluar gjëra dhe vetëm Zoti e di që i ka kaluar, sepse është një njeri i lumtur. Ai është i mrekullueshëm. Edhe ju djema jeni të mrekullueshëm. Je fantastik që je këtu. Do të pushoj tani dhe do të më evitojnë. A dëgjoni muzikë? Le të marrim frymësell të gjithë. Ja ku jemi. Duke kujtuar. Më pëlqen ndjesia e natimit. Duke kujtuar. Gishtat qëndrojnë bashk, gishtat e mëdhenj drejt jashtë, dhe tani do të mbledhim atë dritë sepse është e vërtet. Po mbledh dritën dhe pastaj po e shpërndan, jo vetëm rreth vetes dhe dhomës tënde, por në gjithë botën. Është dritë e vërtet. Mund ta ndjesh. Mbaj duart si kup fillimisht para se ta dësh. Ndjet ndjesinë e lehtë, atë jetë që kalon përmes majave të gishtave. Ka aq shumë jetë dhe fuqi që kalon përmes majave të gishtave. Prandaj, kur kalon nëpër Stop Thought, Udras është vërtet i fuqishëm për ty në audiolibrin Stop Thought, i cili tani është në manifestationaudiobooks.com. Ja ku jemi. Do të fillojmë tani. Frymarrje e thellë, një mbledhje e madhe. Ndjeje, mblidhe me një frymarrje të thellë përmes hundës. Mbaj shpatullat poshtë në të njëjtën kohë. E di që është e vështirë, por mbaj shtyllën kurrizore drejt, mund të bëjnë një madhe tjetër. Një tjetër e madhe, po te i kalojmë, po e bëjmë. Biçakën e kurorës. Një tjetër e madhe duke ngritur shpatullat lart fare. Duke i ngritur plotësisht lart në ajër. Dhe duke lëshuar përmes gojës. Merë një frymarrje të thellë, shumë të thellë, dhe lëviz majtas ndërkohë që e bën, sigurohu që shtylla kurrizore të jetë drejt, vetëm lëviz kokën. Ja ku jemi. Shtrihu, duke qëndruar drejt, shtrihu. Dhe lësho përmes gojës, ktheu në qendër, në gjatë.
Ndjer frymën dhe ktheu në qendër. Dhe vetëm për disa minuta ose edhe vetëm për disa sekonda, shiko sytë e mi. Pastaj mbylli sytë kur të duash. Ose mbylli kur ti mbledh ndamën. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them screaming fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first breath. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness when his feet passed. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Dhe unë jap falenderimet më dha dhe të sinqerta që drita e shenjtë është me ju. Dhe që në ky moment e tutje, ka një gëzim të ri për të rirë dhe të thellë për zgjimin tuaj të mrekullueshëm, për te kalimin tuaj të jashtëzakonshëm, një entuziazëm të ri dhe të fuqishëm, një dashuri të re, të pastër dhe të sinqertë për vetjetën, duke ditur plotësisht se do ta ndjeni thellësisht njerëzimin tuaj, do ta ndjeni me gjithë qenien tuaj jetën, do ta ndjeni fuqishëm frymën, do të ndiheni të oksigjenuar. Edhe kur nuk po merrni frymë gjatë meditimit, do ta ndjeni oksigjenin kudo, do të ndjeni se kush jeni vërtet. Vetdia e pavdekshme, mençuri hyjnore që rrjedh gjithmonë përmes teje, gjë që e bën intuitën tënde, nuk ke pse të mendosh se çfarë të bësh më pas, të tregon kjo. S'ka më logjik. Dhe kur të mendosh prapa në kohë, për disa intuita caktuara që ke pas, do të kuptosh se sa shumë logjike dhe të arsyeshme ishin ato në vërtet, dhe se procesi i vendimmarrjes nuk ishte asnjë vendim i mirëfillt. Thjesht rrjedhte përmes teje si ai lumi ngrohtë drite. Dhe je kaq i dashur. Gjithçka është e mundur për ty. Të lutem në disa. Unë të lëshosh zakonet e gjirikra. Unë pikalosh. Nuk kërkon shumë, kërkon të lëshosh zakonet e vjetra për të arritur përparim të sjellësh të rinë. Të bën të fortë, të lumtur. Do të jesh gjithmonë një fener i ndritshëm drite kudo që të shkosh. Njerëzit do të mendojnë se bën lule margarita nga mrapa. Kjo është nga mësuesja ina. Ajo e thoshte gjithmonë stro. Të nxjerrësh margarita me gazra. Kjo është bukur. Ju dua shumë të gjitha. Dhe ajo që do të bëjmë tani është se Trevor do të luajë në fund fare këtu. Ai do të luajë për ty një nga lutjet e engjëjve që ne I duam. Të preferuarat e Hollit janë lutjet e engjëjve, mendoj. Jo, lutjet e iluminizmit tani apo jo. Mendoj se mund t'jenë gati. Më lejo të shikoj nëse ka biseduar me mua. Gati? Oh. Pra, le ta fik atë. Trevorin fotografic. Ju dua shumë të vipe. trueprayerapp.com and now simply visit receivevidelin.com. Dhe do ta hesh veten që ta dëgjojmë këtë lutje. Zoti ju bekoft shumë të gjithë. Shijoni pjesën tjetër të fundjavës suaj. Sigurohuni që të mos I shikoni gjërat si një fundjavë, por thjesht çdo ditë është një bekim, një gëzim dhe një buzëqeshje. Ja ku je vjat, duke gjeart. Toni Furnas, nuk të kisha para ti mërtar. Ndoshta ke hyrë më vonë. Të gjithëve, do të dërgojmë një riprodhim të gjithëve. Dhe ja ku është ajo lutje, një lutje angelje. Të dua shumë, është thjesht absolutisht qesharake. E dua. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Ti nuk je kur vetëm dhe je kaq shumë I dashur. Po për jetën. Zoti ju bekoft të gjithëve. Një lutje bukur dhe ndritshme drite për engjëjt. Engjëjt të dashur dhe të shenjtë, personi që po dëgjon zërin tim tani, po ju thërret juve. Engjëjt të dashur të dritës së pastër dhe të ndritshëm hyjnore, ju falenderoj për udhëzimin tuaj të vazhdueshëm dhe të pandërprer. Ju përshpëripni butësisht hamoni të thellë në mendjen time të shqetësuar, të trazuar dhe më kujtoni me dashuri veten time të vërtet, të përjetshme, të pavdekshme dhe të lirë. U bëft çdo frimarrje një himn I bukur mirënjohjeje të thellë dhe çdo mendim një rrezë e ndritshme drite që ndriçon, përshkon dhe transformon botën. Pikërisht tani, fal jush engjëjt e dashur, personi që po e dëgjon këtë tani ecën me guxim, besim dhe qetësi të plot në rrugën e tij të jetës. Duke ditur se krahët tuaj janë gjithmonë pranë, më afër se fryma, dhe se jeni I e dashur.
Një lutje shërbimi të gëzueshëm, të ngrohtë dhe të bukur për Angjit. Faleminderit Angel Redatues, që jeni këtu tani, për personin e dashur që po e dëgjon këtë tani, për energjinë pozitive që po derdhni në qenien e tyre. Prania juaj plot dashuri dhe fjalë të ngrohta zgjon gëzim të thellë brenda këtij personi që po dëgjon. Dhe unë zgjeta ndaj atë gëzim të veçantë dhe të madh me gjithë botën përreth meje, sepse di mirë që ky person i dashur gjithmonë zgjet ta ndaj atë gëzim në mënyra të ndryshme dhe shpeshherë anonime, duke qenë gjithmonë në shërbim të tjerëve dhe duke ndihmuar të tjerët pa pritur asgjë në këmbim. Jemi thellësisht mirënjohës për inkurajimin tuaj të vazhdueshëm, buzëqeshjet tuaja të padukshme që na kujtojnë të shkëlqejmë edhe më shumë, të jetojmë qëllimin ton hyjnor me guxim dhe kënaqësi të vërtet, sepse nuk jemi kur vetëm në këtë rrugtim. Faleminderit, Angjej, sepse ne nuk jemi kur vetëm. Faleminderit, Angjej. Faleminderit, ti je i dashur. E po, kjo ishte e shkurtër, si unë. Nuk e dija që lutjet e Angjejve ishin kaq të shkurtra, por kur dëgjon të gjithë kategorinë, mendoj se bën një ndryshim. Ju dëgjon hyrjen dhe pastaj pjesën tjetër të lutjeve të Angjejve. Ju dua shumë Gjena. Shijoni pjesën tjetër të fundjavës suaj. Oh, ups. Shijoni pjesën tjetër të fundjavës suaj. Zoti të bekoft, Ara, e kemi zgjuar tanën sot. Ajo po kujdeset për të gjithë ju. Po, gjithë në rrugën tuaj drejt iluminizmit. Faleminderit shumë që jeni këtu. Zoti ju bekoft të gjithëve. Më shumë dashuri. Më shumë dashuri, më shumë dashuri. Më shumë dashuri. Më shumë dashuri. Më shumë dashuri si gjithmonë. Më shumë dashuri. Faleminderit Winlam. Urimet sinqerta, të përzemërta dhe të ngrohta. Më shumë dashuri gjithmonë. Falënderimet veçanta. Nuk mund të them kurrë lam të mirë, asnjëherë. Më shumë dashuri. Jo. Nuk mund të them kurrë lam të mirë, me të vërtetë. Më shumë dashuri gjithmonë dhe përgjithmonë. Para se të largoheni, ju lutem, nëse doni të merrni disa meditacione të mrekullueshme për sukses, me vibracion të lartë dhe shumë produkte falas, shkoni te michelleblod.com/links